të performancës së tyre. Dhe krejt këto padyshim që na bëjnë të mendojmë se qytetarët e Republikës Kosovës së krahas nevojës apo mund të themi obligimit për t'ju drejtu institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë për zgjedhjen e problemeve të tyre, ata bëjnë vetgjyhtësi, sikurse dhe është rasti i fundit. Nëse një qytetar kërkon ndihmë në institucionet e policisë, sigurisë, në këtë rast policinë e Kosovës, apo dhe prokurorinë dhe gjykatën, dhe i njëjti për një të drejtë, mund të themi fundamentale, prat me vite të tëra, ai apo ajo apo ata nuk do të drejtohen në institucionet e sigurisë dhe drejtësisë, dhe kështu kemi një performancë të dobët, e cila më pas edhe konvertohet me veprime të ngjashme siç është vetëdrejtësia, e që në fakt në Kosovë ka filluar të zënë një vend të veçantë krahas edhe drejtësisë, e cila duhet të cilët bazuar në taksat e qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët ndajnë edhe në këtë vend me një siguri jashtëzakonisht të dobët ekonomike. Taksat e qytetarëve të Republikës Kosovës i drejtojnë në drejtim të personave kompetent, gjyqtar, prokurorë, policë, të cilët kanë për obligim me ndërmarrë masa të caktuara. Duhet përmendë një institucion të rëndësishëm, Ministria e Punëve të Brendshme, në kuadër të saj ka drejtorinë e sigurisë publike. Për këta 5 vitet e fundit, ku kemi një rritje të numrit të vrasjeve apo të cenimit sigurisë publike nga viti në vit, nuk kemi pa ndonjë adresim të kësaj ministri, të kësaj drejtorie, të cilët na tregojnë se çfarë veprime janë ndërmarrë për të parandaluar, qoftë në fushata të ndryshme për të informuar qytetarët e Republikës Kosovës në lidhje me pasojat e posedimit dhe përdorimit të armës zjarrit, qoftë për një fushatë e cila do të organizojnë bashkëpunim me prokurorinë, gjykatën dhe policinë për gjetjen dhe sekuestrimin e armëve të zjarrit nga duart e qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe gjithashtu nuk kemi parë një veprim të